Të nderuar vëllezër besimtar, fillimisht me lejoni t'ju përshëndes me përshëndetjen e bekuar islame, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Falënderimet e shumta i takojnë Allahut të madhruar, vetëm atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë, mëshirë dhe falje kërkojmë. Përshëndetjet më të ngrohta, më të përzemërta, padyshim se janë për figurën më të ndritur të njerëzimit, për Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, për familjen e tij të ndershme, për shokët e tij besnik dhe të gjithë besimtarët islam të cilët e pasuan dhe do ta pasojnë deri në ditën e gjykimit. Hamdi qoft Allahut i cili na bani pjesëtar të kësaj feje, hamdi qoft Allahut i cili na bani prej ummetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Atë që madhi Zot xhaleshanu ozon në këtë dinë nuk ka kush që mund ta shmang, ndërsa ai cili me vetë dëshirë zgjedh humbjen, nuk ka kush që më ta udhëzoj përpos Allahut. Dëshmojmë dhe deklarojmë se nuk ka të adhuruar tjetër përpos tij dhe se Muhamedi alayhi salam është rob dhe i dërguar i tij. Të nderuar xhamat, hutbën e sotshme e kemi hutbë tematike e cila na ndërlidhet me një ngjarje të madhe historike të historisë së Islamit dhe historisë së pejgamberit alayhi salam. Kjo është historia e Isras dhe e Mirajit, apo nata e madhe e Isras dhe Mirajit, ku ajetin e hutbës së sotshme është ajeti i parë të surës El Isra, ku i madhi Zot xhaleshanu thot Bismillahirrahmanirrahim, Subhanalladhi asra bi abdihi lejlen min al masjidil harami ila al masjidil aqsa, që do të thot i patmeta, i pastër nga ato që janë veshin, është Allahu i cili esra bi abdihi e udhëtoi e barti robën e tij min el mesjidil harami ila el mesjidil aqsa, prej Qabës së madhrueshme në xhamin Aqsa. Të nderuar xhamat, edhe 2 ditë na ndajnë nga kjo natë e madhe. Edhe 2 ditë të gjithë muslimanët e botës do të përjetojnë në pika të shkurtëra përjetimet të rënda dhe do të evokojnë në mendjet dhe në shpirtat e tyre vuajtjet e mëdha të pejgamberit alayhi salatu wasalam, të cilat i kishte përjetuar me misionin e pejgamberllokut, ku Allahu xhelle xhelaluhu wa xhelle shanuhu me këtë natë e thirri, e ftoi musafir të vetin për mi pa argumentet e Allahut dhe me i premtu pejgamberit alayhi salatu wasalam se këtë din Allahu xhelle shanuhu do ta qetë në dritë, ndërsa kundërshtarët dhe pabesimtarët dhe zullumçarët Allahu xhelle shanuhu do t'i shkatërrojë. Vëllezër të nderuar, në këtë kohë shumë të shkurtër të kësaj hutbeje, do të shpjegojmë shumë pak kur i ka ndodhur Israja dhe Miraxhi, për çka i ndodhi pejgamberit alayhis salam dhe çfarë qëllimi ka pas. Të nderuar vëllezër, dashti i madh i Zot xhaleshanuhu që ta dërgoi Muhamedit alayhis salam pejgamber me qëllim që t'i nxjerrë njerëzit nga errësirat e shumta në dritën e vërtetë. Që njerëzit të jetojnë të lumtur, të kënaqen këtë botë dhe të përjetojnë kënaqësitë e botës tjetër në xhenetet e famshme. Çka do të thotë Isra dhe Miraj? Isra është udhëtimi prej Qabës deri në Mesjidul Aqsa, ndërsa Miraj është udhëtimi prej Mesjidul Aqsas deri në sferat më të larta qiellore, deri Sidretul Muntaha, deri aty ku mendja e njeriut nuk ka arrit me deportu për gajbet për mshësitë e saj, deri në atë vend ku nuk ka shkel kam meleku apo krah meleku, po ju mundsua dhe underua Muhamedi alayhi salatu wasalam që të shkojnë në atë vend të ishte musafiri Allahut. Pse ndodhi Israja dhe Miraj? Nuk është e jona me pyet. Mirë, po Israja dhe Mirajhi ndodhin në një kohë kur Muhamedi alayhi salatu wasalam pas vuajtjeve të shumta, jo vetëm vet dhe familja e tij, po edhe besimtarët që përjetonin tortura, masakrime,
dhe forma të ndryshme të dhunës, sa që fillim u detyruan që të shpërngulen në Etiopia apo në Abisininë e sotshme. Pejgamberi a.s. e leqeten apo e bojkotuan, jo vetëm pejgamberi dhe muslimanët, po gjithë ata të cilët e përkrahnin. Në këtë kohë ku pejgamberit a.s. i vdiq agja i tij Ebu Talibi, që ishte mburoja që e mbronte prej sulmeve të njerëzve, ku i vdiq gruaja e tij e ndershme, zonja Hatixha radiallahu ta'ala anha, që ishte prehja shpirtërore për te. Kur pejgamberi a.s. mori rrugën me shku në Taif, me i thirr popullin e Taifit duke menduar se ata do ta presin, po edhe ata nuk e pritën, edhe ata e përzun, duke e gjuar me gur sa që e përgjakën. Kur i humbi shpresat pejgamberi a.s. Allahu Gjelle Shanuhu e dërgoi melekun Gjibril. Dhe çka i tha? Nëse në tokë nuk pranohesh, në qiell pritesh i mirë se ardhur. Nëse në tokë të kanë vdekur mbrojtësit, në qiell e ki Allahun i cili të përkrah dhe nuk vdes kurrë. Allahu Gjelle Shanu ja mësoi pejgamberit a.s. që të shkojnë në xhamin Aksa. Xhamia Aksa është xhamia e tretë sipas Islamit për nga vlera. Të falet aty, të jetë imam i pejgamberëve, duke aludu me këte, se të gjithë pejgamberët e Allahut janë një, janë unik, misioni i tyre ka qenë një, që të gjithë kanë thirrën besimin në një Zot. Ky udhtim u realizua apo u bë që ti bëhet e mundur pejgamberit a.s. që ti shoh argumentet e Allahut, të shoh madhështinë e Allahut, të shikojnë ngjarje ndodhi të ndryshme në të cilet manifestohet apo shihet fuqia e të madhe Zot Gjelle Shanuhu. Ky udhëtim pra ishte me ndihmën e Allahut Gjelle Shanuhu, jo me forcat e pejgamberit a.s. Pra pejgamberi a.s. me këtë vizit përmblodhi të gjitha mrekullit e pejgamberëve të mëparshëm. Ne do t'i përmendim vetëm disa. Ju e dini sipas historisë islame se Isaut a.s. ju kanë ringjallë disa të vdekur, ndërsa Muhamedit a.s. ju ringjallën të gjithë pejgamberët. Musait a.s. Zoti Gjelle Shanuhu i ka fol. I ka fol në Turisina. Muhamedit a.s. i ka fol edhe në tokë edhe në qiell. Nëse Ibrahimi a.s. i ka pa madhështinë e Allahut Gjelle Shanuhu prej tokës lart, pejgamberi a.s. i ka pa edhe prej tokës edhe prej qiellit poshtë. Nëse Sulejmanit a.s. i erdhi froni Belkizës, për një moment Allahu Gjelle Shanuhu Muhamedit a.s. ja ofroi Kudsin, gjithashtu për një moment që ju tregonte pabesimtarëve për vendin e Kudsit dhe bukuritë e tij. Po çush u bë Israja dhe Miraxhi? A u bë vetëm me shpirt, a u bë edhe me trup, edhe me shpirt? Edhe pse të nderuar besimtar, literaturën islame kemi mendime të ndryshme. Ka mendime të dietarëve islam se Israja dhe Miraxhi është bë edhe me shpirt edhe me trup. Edhe kjo është shumë e logjikshme, sepse për Allahun Gjelle Shanuhu nuk është rënë. Ku thot Zoti në Kur'an në surën Bekara ajeti 20, Bismillahirrahmanirrahim, Inna Allahe ala kulli shay'in qadir, vërtet Allahu Gjelle Shanuhu është i plotfuqishëm për çdo gjë. Edhe mjafton ai thot kun feyekun, bëhu ajo ka më bë. Prandaj tek e fundit kjo është çështje e Zotit. Nga jeta e përditshme, gjitha këto kilometra, Subhanalladhi asra bi abdihi lejlen, i pastër nga çdo emet, i lartëmadhërisëm është ai i cili e barti robën e tij brenda një pjesë të natës. Brenda një pjesë të natës e ka qenë pejgamberi a.s. në Kudsi Sherif apo në Mesxhidul Aksa në sotshme në Jerusalem, ka shku, ka fol me Allahun Gjelle Shanuhu në Sidratul Muntaha, edhe është kthy prap në dhomën e tij, sa që thuhet shtrati nuk ju kaftof. Çush është e mundur? Po, sot mund të flasim me argumente logjike, shkencore, lëndore, sepse një rrugë që e ban një vetur për 8 orë me aeroplan bëhet për 1 orë. Mi pason para 150 vjetë dikujt se ka me pas vetura aeroplan, kishtë thonë, lejbra mos na kallëzo kësi sana. Sot është shumë e thjeshtë. Prandaj, fuqia Allahut Gjelle Shanuhu është e pakufishme. Cilat janë mësimet
që i përfiton besimtarin nga kjo natë? Çka përfitojnë nga Israja dhe Miraxhi? Mësimet edhe porositë janë të shumta të nderuar besimtar. Mirë po, ky udhtim, ndër shumë porosi, është edhe për ato që jemi kriju. Është për që ne ta adhurojmë Allahun xhalleshanuhu. Do thotë ky udhtim është bë krahas të tjerëve që Allahu xhalleshanuhu e obligoi, nikosisht e nderoi Muhamedit alayhi salam dhe ummetin e tij me 5 kohët e namazit. Të gjitha obligimet tjera, të gjitha farzet tjera, edhe agjërimi, edhe zeqati, edhe haxhi, janë bë obligim në tokë. Namazin, Allahu xhalleshanuhu e thirrni vetë pejgamberin alayhis salam dhe obligoi në qiell. Për atë arsye, hoxhallarët e mëparshëm, Zoti inshallah ka bërë rahmet shpirtat e tyre, kanë thënë namazi është miraxh i besimtarit. As-salatu mi'rajul mu'min. Namazi është miraxh i besimtarit. Me që namazi është, i ka kushtu ka shumë rëndësi, sepse 5 herë në ditë duhet falemi. Është obligim hyjnor. Atëherë të namazit duhet jemi shumë të kujdesshëm. T'i japim rëndësi, jo lëvizjeve trupore, po t'i japim rëndësi brendësisë së tij. Jo t'i japim rëndësi gjesteve, po esencës. Jo gjimnastikës, po pastrimit shpirtëror. Kur e bëjmë namazin këtë formë, ky namaz pa dyshim se neve na pastron prej gjunaheve. Ky namaz që thot Allahu xhalleshanuhu në Kur'an, wa aqimis salah. Wa aqimis salah, inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Falë namazin, se namazi vërtet të largon prej gjanave të shëmtuara dhe të irrituara. Wa li dhikrullahi akbar, ndërsa të përkujtuarit apo të përmendurit e Zotit është puna më e madhe. O vllazën, këtë namaz duhet ta bëjmë me përkushtim. Këtë namaz duhet ta bëjmë me dikat, me precizitet. Kur të jemi namaz, mundësisht lirohemi prej të gjitha obligimeve të dunjas dhe problemeve familjare. Nuk parashihet jeta e muslimanit pa namaz. Nuk paramendohet feja e një besimtari pa namaz. Namazi është elementi i cili, apo obligimi i cili mas afërmi jemi me Zotin kur jemi në sejdë. A don me fol me Allahun? Po, falë namazin. A don Allahun? Po, pse s'po falësh? Nëse don Allahun, ja fal namazin. Nëse don Allahun, ja kryen obligimet. Të paktën, kur gjë tjetër. Nëse deri tash nuk i kemi fal 5 vaktet, të fillojmë prej ditës së sotme. Të fillojmë prej natës së madhe. Nëse kemi falë veç një xhumë, prej sotit më nuk jam musliman veç me një xhumë. Se musliman veç me një xhumë nuk ka. Xhumaja është krye namazi i namazeve të javës. Krye namazi i namazeve të javës. Nëse kemi falë veç akshamin edhe sabahin, tash i falim 5 vaktet. Nuk ka më të vlefshme, nuk ka më me nder, nuk ka më me pesh, se sa mi u lutë Allahut. Se sa me i ranë sejdë Allahut. Vesh një fjali po ju thamë. Para 3 dite e pata një mesazh pe një djali të ri. Jam të punu, nuk kam mundësi me e falë namazin. Shka me bon? Sumlena i gazda. Thash po, që s'ki mundësi? Ti manë mëse falë dreken 10 recate, kur s'lena i zotnia, fale veç farzin, më rabdes, fale farzin, edhe u kry puna, 4 recate farz, ty stimonin 4 minuta. Ti thuja ti gazdes, o ti zotnia, 4 minuta unë muj me ti hup, dikun tjetër, me të thonë që po shkaj edhe së në mnal, kuptohet kjo ku. Edhe ti, me sjelljen, sinceritetin tanë, jepi me kuptu se vërtet e kompenzon kohën e namazit. Shiqoni vllazën. Ai i ri, edhe ajo e re, elhamdulillah që gjeneratët e reja kanë fillu me namaz. Hala i ka 16-17 vjet nuk ta lë namazin. Mos më kesh kuptoni, nuk kemi për qëllim me kritiku kërkan, kemi për qëllim me ftu. I ka bën 50 vjet, 60 vjet, veç gjumon. Inshallah Zoti na i fol kësoret. Të paktën ta ulim familjen këtë natë. Ta ulim familjen. Ja të thojmë, a e dini çfarë natë është sonte? Sonte është nata e Isras e Miraxhit. Këtë natë Allahu xhaleshanuhu na ka obliguar namazin.
Prej 50 vakteve, 50 vakte i ka thonë pejgamberit a.s. 50 vakte po ta ngarkoj umetin tanë. Kur është kthyt Hazreti Musa, i ka thonë, o Muhammed, me çka nderoj dhe ngarkoj Allahu xhaleshanu me 50 kohë namaz. Kthevte Zotin e ta zbresin numrin e namazeve, se nuk mujnë me i fal 50 vakte. Shiqani, ku e pas ka ditë Hazreti Musa këtë punë? Po na 5, po na doken shumë o vllazën. Po 50. Çka Zoti xhaleshanu i ka thonë pejgamberit alayhis salam, fjala jam nuk ndryshon. Fjala jam nuk ndryshon, kam obliguar me 50 dhe ti falin 5, sevapin e kanë sa 50 vakte. Ne ti falin 5, sevapet i kanë sa 50 vakte. A kanë këtë dunja dikush me të pagu për një 10? S'ka. Inshallah Zoti na ndihmon. Inshallah Zoti na shpëton. Inshallah Zoti na vëdëson. Inshallah Zoti na bën për atyre të cilët do ta falim namazin ne edhe familjet tona. Do t'i ftojmë familjet tona me urtësi, me këshill të bukur, me maturi, me bindje, jo me arrogancë, jo me fjalë shtira, jo me fjalë këqija. Mi thonë, o djali jam, o bia jam, o gruaja jam, o nona jam, o vllau jam. Namazin, mos e lebre namazin. Mos e le se ty të thirr dikush jenë gjendje me humb ku. Prandaj inshallah Zoti na bën për atyreve të cilët vazhdimisht do ta falim namazin.